Moderatorja e njohur Kiara Tito ka reaguar ashpër në rrjetet sociale pasi një ndjekse ka përdorur gjuhë fyese ndaj saj, duke hapur debat për etikën dhe sjelljen online. Kiara Tito, një nga figurat më të komentuara të ekranit, ka reaguar publikisht ndaj një komenti ofendues që sipas saj i është drejtuar nga një përdoruese e Instagramit. Çifti Kiara dhe Luizi, të cilët aktualisht janë duke punuar për një projekt të përbashkët kinematografik që pritet të publikohet në vitin 2026, vazhdojnë të jenë në qendër të vëmendjes së publikut dhe mediave. Megjithatë, bashkë me vëmendjen vijnë edhe reagime negative nga individ të ndryshëm në rrjetet sociale. Në një postim në Insta Story, Kiara ka ndarë një screenshot të profilit të ndjekses në fjalë, duke shprehur mos kuptimin për përdorimin e fjalëve të ulta ndaj saj. Nuk e kuptoj se çfarë mund ta shtyk të zonjë të përdor fjalë kaq të ulta ndaj një femre tjetër. Kur nuk të pëlqen një personazh, e kalon dhe vazhdon rrugën tënde. Nuk të bie ndërmend të ulesh në nivelin e ofendimeve. Është e turpshme. Nëse Big Report. Kiara po ashtu i ka bërë thirrje ndjekësve që ta raportojnë profilin në fjalë, duke aluduar se sulmet të tilla nuk duhet të normalizohen.